i drejt, i qëndrueshëm dhe tërësisht europian. Marrëveshja kombëtare për përbarinë është një vizion i zhvillimit të përbashkët dhe inovacionit. Një ekonomi ku konkurenca është e ndershme, ku monopoleve oligarkisë dhe ekonomisë jo formale u vihet kufi dhe ku sistemi tatimor është i drejtë, efikas dhe i barabartë për të gjithë e rinj. Por nuk ka zhvillim të qëndrueshëm pa stabilitet. Marrëveshje jo formale krijojnë konkurrencë të ndershme. Konkurrencë të ndershme rrisin besimin e bizneseve dhe forcojnë bazën tatimore pa rritur barën mbi qytetarë. Investime në transport, logjistikë, shpëri digitale dhe infrastrukturë komunale përmirësojnë cilësinë e jetës dhe krijojnë mundësi dhe mbi të gjitha, rinia e përfshirë dhe e fuqizuar është garancia e së ardhmes. Të rinjt duhet të shohin perspektivat më të lartë jetese për çdo familje. Integrimi evropian është rruga për ta bërë shtetin të funksionojë më mirë. E pakthyeshme, kjo është përgjegjësia jonë historike dhe kjo është e ardhmja që do të na ndërtojë bashkë. Dashur motra vlezër, Bashkimi Demokratik për Integrim hyn në një fazë të re politike, më e hapur, më moderne dhe më e përgjithshme. Jo me eksperimente, por me përgjegjësi shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrim do të vazhdojë të jetë forca e unitetit, stabilitetit dhe integrimin europian. E ardhmja nuk prek. Ne kemi përgjegjësinë ta ndërtojmë bashkë me urti, unitet dhe vendosmëri do ta ndërtojmë armërinë tonë përparimtare europiane. Faleminderit.